Përshëndetje miq, unë jam Ndar Krakish, sot e kena një temë. Pse nuk mundem me shëru? Pse kena gjithë mundimje? Pse një gjojmë veten lodhen shkatrume, pa energjia? Nuk dim qa më ba, bloku me turuni, bloku me jeta, nuk merrem shije prej jetës. E kena miljard menime, qa më ba, qa me pi, si me punu, si me pagu, atë, anë i këtej, e qa bahet, hargjojmë tanë energjin për menimet pa me lëviz për venit, atëherë kur e qona kam, s'kena takat me lëviz, s'kena takat me hapa lëvizje, lene me punu. Pse bahet këtë punë? Pse nuk vjen përmersimi e pin ilaçen, shkon te doktorin? Pse nuk mundesh me marrë shije prej jetës? Pse një gjën veten se si me kanë shkatrume, agresive, depresive? Pse? Qarë arsye më thënë? Miq, e kena një tru, një zemër, një shpirt, do më thënë, një logjik, edhe shumë tjera një. Me kanë kishe dy tru, dy shpirt, dy logjik, ti nuk isha mujt me jetu këtë tru. Pse? Njënën logjik ishe thënë bane, logjikën tjetër mos u bane. Njënën shpirt kishe thënë unë du me jetu këtë trup, shpirtin tjetër e kishe thënë unë du me jetu këtë trup. Kishe dal lufta. Miq, kthehem këtë muhabbetin për të menimet. Na, pare se me hap syt prej kravatit, kur qona paradite, vin miljard menime. E kam këtë, e kam këtë pagesën, e kam këtë, e kam anë. Nuk e lem energji të trupi, me ba një refresh, një riparim, një bashkëpunim për me riparu qelizit, për me godit diqat e trupi jonë. Hargjojmë tanë energjin për menime. Kjo është probleme. Pare se me dal për shpijet, paradita, i ke dal për gjumi, duhet me pas energji maksimum. S'ke takat për me punu. Pse? S'ke takat për me sheju, s'ke takat për me es, një gjon shumë dimje, maron dimje shputave, maron dimje qafës, maron dimje muskulatur, për muskulaturës. Miq, probleme kryesore që kene miljard menime. Ky peshon na. Ky ban garkeset e trupi janë. Duhet me eliminu tanë këta menime që ose done me shëru vetën. Edhe nga ana psikologjike, edhe nga ana fiziologjike. Pse mundesh me thanë mu qëfar lidhje ka menimit me problemin që kam fiziologjike? E zam se kam dhimje, e zam se kam osteoporozën, e zam se kam sëmundje keqe. Qëfar lidhje ka? E ke. Miq, e zam e ke një sëmundje, duhet me shku te doktori, duhet me ba analiza, duhet me pagu bela lek, duhet me marrë mjekime. Dikush thot ty, filani, Lena thot mos shka ty, se kam shku vetë, s'kam pas përmërsim. Lena thot mos pi ilaç, Lena mos u ban këtë, Lena mos u ban atë, Lena kalon vetë. A ke marrë 20 menime për 1 sekund. Ti kishe shku aty, kishe marrë mjekime, kishe has me një doktor mirë, kishe pas disa harxime, për kishe kry problemin me ta, kishe godit për. Pa me shku ti, pa me realizu ti levizjen, me thëna e ke shfaqet e vetë 20 menime. E qa bahet mrapa? E ke përzi, e ke ba pilaf trunin. Atër,
me shku, mos me shku, me shku, mos me shku. E qa ki ba? E ke lënë mazdoret vetë. E ke thënë se hajde kalon vetë. Te filan e ka kalu vetë. S'ka nevoj për doktoratura, s'ka nevoj për mjekësia. Qa po dhe te kalon vetë? E vjen një moment, shfaqet edhe sëmundja ma shumë, atëherë s'ke takat me lëviz për e venit dhe bash edhe pishman. Problemi nuk ashte se s'ke shku te doktori. Problemi këto miq, e ke shfaq shumë menimet e vet. Ka herë e ban hajër mos me menu shumë. Veç një menim, me besu veten, me besu, me menu edhe me lëviz. Nuk duhet me hap shumë trunin me një gjë tjetër. Nuk duhet me menu shumë, nuk duhet me shfaq shumë menimet e vet, se bllokosh lëvizjen tënd, bllokosh aftësinë tënd. Kjo është problem kryesor. Shumë pacient vjen tëna, unë nuk bëhem. Pse? Unë e kam edhe kjo sëmundje të agja, unë e kam edhe kjo sëmundje të nana, e kanë vujt shumë. Unë e di se nuk bëhem. Ti nuk bëhesh. Pse? Sepse e ke bloku veten, ti e ke besu se nuk bëhesh. E kur e ke besu ti veten, kjo është trupi jot, mos u prit dikush një shkopë magji me ndru situatën. Vjen me prek me shkopë magjin edhe me shëru ty. Ti duhet me besu ma para veten, ti duhet me ndru ma para këtë menimin, duhet me pastru këta menimin që ke nuk shërbën për ty. Se këta bllokojnë ty, për këtë miq, menimet bllokojnë juve. Menimet bllokojnë shërimin. Menimi të ban mos me besu veten, mos me besu te doktorin, mos me besu te mjekimi, mos me besu te ilaçeve. Ma para menimi ban mos me besu te veten. Kur filoni ju paradite milion menime, mos u menu me pas hajër për këtë jetë. Pse? Se ke harxhu ton energjin. Një menim e kam thënë 12 deri 20 volt e harxhon energji, elektricitet. Gjithë menimet që ke në turun e harxhon energji. Atëherë s'kene takat për me hangër buk, s'kene takat për me punu, s'kene takat për me riparu trupin, i pini ilaçe, s'kene përmirësim, e shkoni terapia, s'kene përmirësim, e shkoni doktorëve, s'kene përmirësim. Pse? Problemi nuk është te doktori, problemi nuk është te tjera, problemi te ke te vedi mrend. Duhet me ndru mentalitetin. Duhet me besu ma para te veten. Nuk duhet me thënë veten, unë jam sëmur. Kur ke thënë unë jam sëmur, e ke lënë personalitet veten. Duhet me thënë unë e kam dhimbje. Pse? Se kjo është një situatë. Ky nuk është personalitet. Kur ke thënë jam sëmur, e ke lënë personalitet. Jam ëndër. Si tham unë, jam ëndër. Ky e kam personalitet jem. Jam ëndër, jam për Antalya. Jam doktor anë këtej. Por kur po them unë jam sëmur, e kam lënë personalitet veten, e kam bashku atë sëmundjen me tanë qelizit. Pse? Sepse e kam thënë veten. Por kur kam thënë e kam dhimbje, do të thënë, e ke thënë e ke një situatë për momentin. Por nuk ka personalitet ky, për këtë duhet të pas kujdes ç'a mënën edhe ç'a dal për këtu. Ky ju jeni komandanti këtë trup, ju jeni komandanti këtë dynjan, më thënë, kjo është dynja jote, ke miliard qelize, ti komandon tan qelize. Për këtë trup e ka detyrë ç'a thu ti. Mos u prit diçka prej jashtë me ardh shkop magji me ndru ty. Ti duhet me ndru ma para vetin, ti hapesh derën, atëherë vin shëndet, atëherë vin mjekimi, doktoratura, ç'a dush ti. Por pa me ndru veten, pa me hap derën, nuk vjen te shtëpia jote. Pa me hap ti derën, a mundet marrë misafir te shtëpia jote? Nuk mundet. Ti kur nuk don misafirin, si marrë misafir te shtëpia jote? Si marrë doktor te shtëpia jote? Ti duhet me hap ma para derën, atëherë vjen shërim, atëherë vjen shije, atëherë vjen eliminon këta depresiviteti, eliminon këta probleme për me ndryhe ti veten ma para e me ndron jetën, më thënë. Këtë është më thënë miq, e kam basi muhabbet, e di se dikush e ka nevoj për këtë muhabbet,
pavarësisht se për dikush mundet me thënë çka ky muhabeti, edhe unë e kam ba këtë muhabetin me kallëzu vetin, me kujtu vetin, se nuk duhet me menu shumë, duhet me menu për gjana mirë me thënë, jo me thënë, qose des, qose paralizon, qose anek, qose këtej. Kjo është. Ditën e mirë edhe mirupafshim.